Një përshëndetje të nderuar shikues, to janë lajmet në Top Channel nga titulli kryesor. Veçoi policia ka zbardhur autorsinë e vrasjes së një biznesmeni në Shëngjin pak ditë më parë. Pas zgjedhjes së veshjes së autorit të ngjarjes janë shpallur në kërkim 6 persona që kanë bashkëpunuar për vrasjen. Autori dyshohet të jetë një shtetas i huaj. Gjykata kundër korrupsionit vendosi të lërë në fuqi sekuestron preventive për 2 vilat që janë të bashkjetueses dhe të ish bashkëshortes Arben Ahmetajt, i cili po hetohet nga SPAK-u. Me urdhër të SPAK janë kontrolluar këto vila dhe janë pyetur edhe disa persona për llogaritë e një hetimit veçantë që përfshin ish numrin 2 të qeverisë. Kryeministri Edi Rama pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste sqaroi deklaratat për kandidatët që mund të zgjidhen kryetar bashkie nga radhët e Bashkëfitojmë. Rama tha se me ata do të jetë i pamundur bashkëpunimi sepse i konsiderojnë bashkitë si pengje lufte. Policia ka zbardhur autorsinë e vrasjes së një biznesmeni në Shëngjin pak ditë më parë. Pas zgjedhjes së veshjes së autorit të ngjarjes, janë shpallur në kërkim 6 persona që kanë bashkëpunuar për vrasjen. Autori dyshohet që të jetë një shtetas i huaj, ndërsa shkak mendohet se është hakmarrja. 7 ditë pas ekzekutimit të biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, policia e shtetit ka zbuluar se pas saj fshihet një grup i strukturuar kriminal prej 6 personash që i përkasin 3 komsive të ndryshme, shqiptare, portugeze dhe angleze. Të huajt kanë ardhur në vendin ton si turist dhe kanë planifikuar me detaje vrasjen që dyshohet se ka ndodhur për motive gjakmarrje. Truri i këtij grupi kriminal që porositi dhe financoi vrasjen dyshohet se është Edmond Haxhia, që rezulton të jetë djali i dajës i Klodian dhe Elton Leskajt, me të cilët viktima ishte në gjak prej më shumë se një dekade. Ekzekutori i Ardian Nikulajt është verifikuar me prova ligjore se është portugezi Ruben Saravia, i cili është futur në Shqipëri rreth një javë para vrasjes dhe iku të nesërmen pasi kreu ekzekutimin, ndërsa bashkëpunëtorët anglez mes tyre dhe një grua janë larguar që ditën e ngjarjes. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ata u treguan të kujdesshëm për të mos lënë prova duke lëvizur me kapele, duke mbledhur bishtat e cigareve e deri tek pagesat çdo ditë e hoteleve ku qëndronin. Por pavarësisht këtij kujdesi të shtuar, ata u tradhtuan nga provat biologjike të lëna pas në disa ambiente në Shëngjin, Shkodër dhe në zonën e Gjadrit, si dhe në automjetet e marra me qira, të cilat janë përdorur si nga ekzekutori ashtu edhe nga informatorët. Gjatë hyrjes së vendit ngjarjes, u gjetën dhe u sugestruan cilësinë e provës materiale. Zhoja armë zjarri model 54 kalibri 7.62 mm. Një prejë model 54 dhe të njëjtit kalibër 7.62, dhe të njëthimi, celulari markës iPhone, si dhe disa prova të tjera biologjike dhe teknike. Policia e shtetit mundi vetëm të identifikojë 6 personat e përfshirë në këtë vrasje, por asnjëri prej tyre nuk u vu në pranga. Tashmë syt janë nga homologët evropian, të cilët duhet të lokalizojnë dhe arrestojnë personat e dyshuar, ndërkohë që hetimet do të thellohen për të identifikuar edhe personat të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Për Top Channel, Doriana Bezat. Gjykata kundër korrupsionit vendosi që të lërë në fuqi sekuestron preventive për 2 vilat që janë të bashkjetueses dhe të ish bashkëshortes Arben Ahmetajt, i cili po hetohet nga SPAK-u. Me urdhër të SPAK-ut janë kontrolluar këto vila dhe janë pyetur dhe disa persona për llogaritë të një hetimit veçantë që përfshin ish numrin 2 të qeverisë. Gjykata antikorrupsione e apelit la në fuqi sekuestron preventive të vendosur nga SPAK ndaj vilës së Eriola Hoxhës, bashkëjetuese ish ministrit Arben Ahmetaj, aktualisht deputet. Vila në Amalla ju vendos në lupën e prokurorëve të posaçëm që po kryejnë çdo veprim të mundshëm hetimor, edhe pse ende pa rezultat kundër ish funksionarit në hetim për 4 vepra. Nën sekuestro, gjyqtari Dimitër Lara la edhe një vilë tjetër që gjendet në Palas, që u dyshua se i përkiste ish bashkëshortes së Ahmetaj, por që në fakt rezulton se është nën pronësi të shtetases Elda Dinaj, e njohur e Albina Mançkës. Avokatët vunë në lëvizje apeli në Tiranë pas kontrolleve të Byros Kombëtare të hetimit në Amallaj, atje ku ish ministri i financave jeton me partneren Hoxha. Ish ministri për të cilin SPAK këmbgul prej 8 muajsh se po kërkon prova, dyshohet për 4 vepra penale, midis tyre korrupsion dhe pastrim parash, dhe për këtë shkak, një grup i BKH-s kontrolloi vilën në fjalë. Por ish funksionari apeloi duke konsideruar si të palishëm kontrollin, për të cilin ai thotë se duhej kryer me leje.
Mes veprimeve hetimore, burimet e SPAK thanë se po kryen një seri verifikimesh financiare për shumë investime të tjera edhe ndaj kompanive të përfshira në ndërtimin e vilave në sekuestro prej datës 23 mars të këtij viti. Masa e sigurimit pasuror sipas kërkesës së SPAK është kryer për të ndaluar tjetërsimin e këtyre aseteve dhe çdo veprim të dyshimt. Nga ana tjetër, emri Arben Ahmetajt me detyrë të mëparshme edhe ish zëvendës kryeministër u lakua në incineratorin Elbasanit, mbasi në kompjuterin e Klodian Zotos u zbuluan të dhëna që tregojnë se si i kërkuari në kulmin e përpjekjeve për koncesionarin i kishte paguar udhëtime luksoze ish-ministrit të financave. Kryeministri Rama deklaroi këtë të mërkur se nuk do të ketë bashkëpunim me kandidatët e bashkëfitojmë nëse ata marrin ndonjë bashki. Shembullin Rama e mori nga kryeqendra e Veriut, Shkodra, për cilën tha se bashkëpunimi ka qenë zero. Edi Rama pak përpara nisjes për në Angli, ku do të negociojë në sjelljen e një akademie e futbollit në qytetin e Durrësit, diskutoi me kryesinë e partisë strategjinë e vijimit të fushatës elektorale. Në fokus të diskutimeve ishin edhe pikat e forta e të dobta të Partisë Socialiste në bashkitë e 12 qarqeve. Kryesocialisti krahas sulmeve të përditshme në takimet elektorale ndaj bashkëdrejtuesve të koalicionit Bashkëfitojmë i përsëriti ato edhe nga selia e Partisë Socialiste. Kundërshtarët tanë dë vërtet janë problemet ka çdo bashki. Këta njerëz janë vënë në dispozicion si parfum për zorën qore. Janë vënë dispozicion si kukulla për zorën qore. Dhe jo për një zorë qore që thjesht përfaqëson një alternativë të kalbur, por një zorë qore që thash është një apendicit në trupin e Shqipërisë. Edi Rama nuk i quan presion deklarimet për mos bashkëpunim ata kryetar bashkie që do të zgjidhen nga koalicioni Bashkëfitojmë. Këta kandidat nuk janë vënë aty për të zgjidhur hallet dhe problemet e komunitetit dhe për të çuar më tutje punën që ne kemi bërë në këto bashki, por janë aty për të krijuar oaze të luftës politike, për të ngritur barikada me qeverinë qendrore dhe për t'i trajtuar bashkitë si pengje lufte. Shembullin e solli nga kryeqendra e Veriut të Shqipërisë. Do ta bëjmë tonën siç e kemi bërë për shembull për Shkodrën, ku e kemi pasur zero bashkëpunimin me bashkinë, jo për faktin se ne nuk kemi dashur të kemi bashkëpunim në gjithë këto vite, por për arsye se ka dhe një element tjetër që kandidatët e këtyre forcave i përkasin një familje, po themi, të shturur politike. Akademia e klubit Manchester Cityt dhe shkolla e tij për fëmijët në futboll do të ketë në Durrës kampusin e tyre për rajonin. Lajmin e njoftoi kryeministri Rama në një postim në Facebook pas negociatave të zhvilluara me klubin e famshëm në veri të Anglisë, ndërsa marrëveshja u nënshkrua nga ministri i arsimit Evis Kushi dhe kryebashkiakja Emiriana Sako. Sapo ka nisur një kapitull i ri, një histori miqësie dhe ardhmërie në një rrugë të përbashkët suksesi me miq tanë të pachmuar të Emirateve të Bashkuara, falëmbështetjes së cilëve Shqipëria hyn edhe në hartën prestigjioze të City Football Group, shkruan Rama. Arritja e një marrëveshje të tillë do të jetë e para e këtij lloji në Shqipëri, me përfitime të drejtë për drejta për të rinjtë e Durrësit, një qytet me tradita në futboll. Bordi i Transparencës vendosi të ndryshojë sërish çmimet e karburanteve. 1 litër naftë nga ora 20 e mbrëmjes së kësaj të mërkure do të shitet me 177 lek nga 181 lek që ishte, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë do të jetë jo më shumë se 165 lek. Ulje me 3 lek hapësuar dhe benzina që do tregtohet me 178 lek nga 181 që ishte, ndërkohë çmimi i gazit vijon të mbetet i pandryshuar. Çmimet e reja do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Sipas Bordit të Transparencës, vendimet janë marrë si rrjedhojë e lëvizjeve në bursën Platz të Mesdheut. Ndërkohë, pak ditë më parë, gjykata kushtetuese vendosi të pranojë pjesërisht kërkesën e deputetëve demokrat për shkrirjen e Bordit. Në sanatoriumin e Tiranës do të kryen urgjencat kardiologjike që ndodhin në qytete si Durrësi, Elbasani dhe Korça dhe një pjesë e rrethinave të Tiranës. Në këtë spital ku ekziston pavioni i hemodinamikës aktualisht kryen deri në 10 ndërhyrje në ditë.
Duke filluar nga muaji maj, pacientët që kanë nevojë për koronarografi, angioplastik apo urgjenca të tjera kardiake dhe që vinë nga Elbasani, Durrësi, Korça dhe disa rrethina të Tiranës, do të trajtohen në shërbimin e hemodinamikës në ish sanatoriumin e Tiranës dhe jo më në qendrën spitalore universitare. Ky shërbim funksionon ditëve të hëna 24 orë dhe gjatë javës nga ora 7 deri në orën 15. Kjo është një ndihmë e madhe që jepet komunitetit për këtë pjesën, po themi për pjesën lindore, sepse infarkti sa më shpejt të arrijë në sallë pacienti, aq më mirë është, dhe aq më ndihmë jepet. Kështu që për shembull një pacient që vjen nga Elbasani, vjen për 20 minuta këtu ke neve, ndërkohë që nga këtu deri në QSUT do duhen 20 minuta tjera, i bie 40. Kështu që është humbje kohe. Pra po themi që sa më afër komunitetit, aq më mirë është, do jepet një ndihmë që është një ndihmë gjë e madhe. Por si do të orientohen pacientët për të marrë ndihmë mjekësore në shërbimin e hemodinamikës në Spitalin Shefqet Ndroqi? Çdo gjë do bëhet nëpërmjet urgjencës kombëtare. Domethënë ata do jenë, se në përgjithësi shumica e pacientëve vinë me ambulancën e urgjencës dhe ata do jenë koordinuesit midis QSUT-s dhe neve. Pra ne do jemi në ndihmë të QSUT-s, e thënë, pse njëkohësisht përveç neve do jetë dhe Fieri dhe Shkodra, pak a shumë me të njëjtën mënyrë, pra nga ora 7 deri në 3 në ditët e punës. Kështu që urgjenca kombëtare do të bëjë ndarjen e pacientëve dhe mënyrën e planifikimit se si do lëvizi pacienti. Në Spitalin Shefqet Ndroqi kryhen edhe ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Aktualisht kryhen deri në 10 ndërhyrje në ditë. Arrestimi i kreut të korporatës elektroenergjetike të Kosovës ka shkaktuar debate të forta në parlament. Ndjekim Leonita Bajrami. Kuvendi i Kosovës ka diskutuar në seancë të jashtëzakonshme arrestimin e kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës Nagip Krasniqit. Opozita hodhi dyshime mbi vendimin e qeverisë për suspendimin e Krasniqit, duke potencuar se gjatë kohës sa ishte në krye të Kekut kanë nënshkruar 30 kontrata një burimore. Për 5 muaj të nderuar kolegë deputet, korporata energjetike e Kosovës kanë nënshkruar në vlerë të 72 milion eurove 30 kontrata një burimore. Mes tjerash, opozita e quajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si shef të korrupsionit, duke përmendur edhe kërcënimet drejt kryeprokurorit të prokurorisë speciale Bleri Misufajt. Kuptone vetëm pak pse kryeministri del në këtë foltore edhe e mbron dosjen e jo prokurorit. Nga ana tjetër, për le të kënë është e papranueshme dhe dënueshme sulmi i kryeministrit Kurti, deputetëve dhe komisarëve të televizëve të vendosje ndaj institucioneve të pavarura dhe në këtë rast ndaj prokurorisë speciale dhe udhëheqësve të saj. Përkundër gjithë akuzave të opozitës, pushteti i doli përsëri në krah ish kryeshefit të Kekut. Dje bordi mbikëqyrësi i korporatës elektroenergjetike të Kosovës, KEK, ka pezulluar nga detyra kryeshefin ekzekutiv të ndërmarrjes zotrin Nagip Krasniqi deri në një vendim tjetër. Opozita po mundohet të shfrytëzoj mekanizmin në të cilin ende e kanë ndikimin e tyre, atë të prokurorisë, duke e kthyer sallën e kuvendit në gjykatore. Nagip Krasniqi është arrestuar në ndyshimin për veprat penale keq përdorimi detyrës zyrtare, konflikti interesit dhe ushtrimi ndikimit. Atij është caktuar masa e paraburgimit prej 1 muaji dhe është pezulluar nga detyra zyrtare. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Një ligj i ri për ilaçet pritet të miratohet nga Bashkimi Evropian. Reforma e re synon që t'i bëjë medikamentet më të lira, por edhe të shmang mungesën e tyre në treg. Bashkimi Evropian paraqiti një reformë të legjislacionit që do t'i bëjë ilaçet farmaceutike më të lira, me qëllim parandalimin e mungesave të elementeve të nevojshëm. Komisionerja gjatë deklaratës së dhënë u shpreh se kompanitë do të duhet të njoftojnë mungesat e mundshme, që të kenë plane për parandalimin e mungesës së ilaçeve. Ne kemi parë gjatë 10 viteve të fundit se si raportet për mungesat e ilaçeve janë rritur me të vërtet. Kompanitë do duhet të njoftojnë më herët mungesat e mundshme. Ata do të kenë plane parandalimit të mungesës. Ne po kryejmë për herë të parë një listë të ilaçeve kritike të BE-s për të monitoruar disponueshmërinë e tyre. Ndër të tjera shtoi se është e papranueshme që ndarja e ilaçeve nuk bëhet sipas nevojës, duke detyruar shumë vende të presin për një kohë të gjatë. Ndërsa pacientët në vendet perëndimore dhe ato më të mëdha antare sot kanë akses në 90% të ilaçeve të miratura rishtazi, në pjesën lindore të BE-s dhe shteteve më të vogla,
Ky numër është deri në 10% dhe ka qytetarë të BE-s që duhet të presin diku nga 4 muaj deri në 3 vite për këto ilaçe, dhe kjo është vërtet e papranueshme. Reforma më e madhe e këtij lloji në 2 dekada u informua pjesërisht në Bruksel gjatë pandemisë së Covid, në të cilat theksohej transparenca. Deri në fund të këtij viti, Brukseli planifikon të hartojë një listë ilaçeve që janë të vështira për të gjetur në treg. Bazuar në disa nga pikat e paraqitura, Komisioni Evropian synon të ulë koston e ilaçeve, veçanërisht duke pasur më shumë ilaçe në treg. Një sfidë tjetër kryesore është rritja e numrit të antibiotikëve ekzistues, që çdo vit çon në 35.000 vdekje në Bashkimin Evropian. Për të adresuar këtë problem, Komisioni po shqyrton futjen e kuponëve të transferueshëm, që do të lejonin kompani që vinë me antibiotik të rinj të hynin në treg. Organizata e Kombeve të Bashkuara jep alarmin se njerëzit në Sudan mund të rrezikojnë të preken nga lija dhe kolera. Kjo pasi gjatë luftimeve njëra nga palët e përfshira në konflikt sulmoi laboratorin e shëndetit publik ku ndodheshin viruset. Organizata botërore e shëndetësisë po vijon të vlerësojë rrezikun për kërcënimin që i kanoset popullit sudanez, pasi njëra nga palët në konflikt mori nën kontroll një biolaborator që përmbante viruse vdekjeprorse në Khartoum. Ata raportuan se vijon puna për të vlerësuar kërcënimet në shëndetin publik, pasi në atë laborator ndodheshin patogjenët e lizë dhe kolerës. Drejtori i urgjencave të OBSH-s, Michel Ryan, deklaroi se ekipet janë në terren për të informuar qytetarët rreth rrezikut që mund të vijë nëse situata agravon më tej. Ne duam të sigurohemi që njerëzit të dinë rreziqet për veten e tyre dhe ne do të përpiqemi të vazhdojmë të komunikojmë ato rreziqe. Por si thash, ekipi në terren dhe ekipet tona të bioriskut dhe biosigurisë këtu po kryej një vlerësim të gjerë të rrezikut në të mirë të aftësive tona. Një ditë më parë pas njoftimit, OBSH-ja paralajmëroi se rreziku është shumë i lartë, ndërsa e kanë të pamundur ndërhyrjen në laboratorin kombëtar të shëndetit publik. Situata në Sudan sa vjen dhe rëndohet pas shpërthimit të konfliktit midis forcave të armatosura sudaneze dhe grupeve paraushtarake të forcave të mbështetjes së shpejtme 15 prill. Deri më tani të paktën 459 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur, ndërsa po vijon puna intensive për evakuimin e personave të rrezikuar. Ishte gjithçka për lajmet në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.